لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Allahu subhanahu wa ta'ala e falenderojmë, vetëm prej Tij falje, ndihmë, udhëzim dhe strehim kërkojmë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat e panumërta që na I ka dhuru, që në Islam na ka udhëzu dhe me Islam na ka nderu. Salavatet dhe selamet më të përzemër të ja dërgojmë vulës profecisë, Zotriut njerëzis Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën për të cilën thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Atë ditë thot njeriu kur do të dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala, thot Allahu që njeriu s'ka mi ba dobi as malli dhe as evladi, përveç atij njeri që është kthy tek Allahu me një zemër të pastër apo me një zemër të shëndoshtë. Vëllezër të nderuar, zemra e njeriut nuk gjen qetësi në gjërat e kësaj bote, qofshin ato pozita, pasuria apo trashëgimia familjare. Nuk gjen qetësi në këto gjëra përderisa njeriu ta gjejë atë qetësinë e vërtet e që ai është besimi I pastër. Kemi pa shpesh njerëz që janë nëpër ankthë, nëpër depresione, nëpër strese, dhe gjithmonë mendojnë se atë qetësinë kanë mi gjetë në gjanat e kësaj bote. Thot, kur ta kem atë telefonin e ri, ka me qenë mirë. Pastaj ja ka telefonin, thot, tash edhe një automobil më I mirë m'duhet dhe ka me m'kalu. Pastaj thot, tash një shtëpi m'duhet dhe kështu. Njeriu vazhdimisht është në kërkim të lumturisë dhe qetësisë shpirtërore, mirë po nuk e gjen atë derisa njeriu ta gjejë të vërtetën. Ka njerëz vëllezër të nderuar që jetojnë ndoshta në këtë botë të lidhur pra messenger, mirë po zemrat e tyne dhe shpirtat e tyne I kanë të lirë, sepse e kanë kriju lidhjen me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në të kundërtën ka njerëz që jetojnë pra në rehati, I kanë gjitha kushtet, mirë po zemrat dhe shpirtrat e tyne janë të robrumën se nuk e kanë gjetë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, historia që do të përmendim sot, që do ta cekim sot në këtë hutbë, nuk është thjesht vetëm një histori apo një tregim nga e kaluara, mirë po është një reflektim, është një mësim për secilin prej nesh, që na lën me kuptu se çka kanë sakrifiku ato të parë për Islamin dhe çka jemi gati ne me sakrifiku për të, qoftë nëse na kërkohet nga diçka e jona apo qoftë nga familja jon apo nga të afërmit ton. Dhe sot do të ndalemi tek jeta e një njeriu që nuk u ndal derisa e gjeti atë dritën e udhëzimit. Dhe ai ishte vëllezër të nderuar Selman el-Farisiu radiallahu anhu, që ishte shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do të shohim në fund të kësaj historie mësimet e mëdhaja dhe dobit e mëdhaja që na mëson neve kjo histori për besimin, sinqeritetin dhe për kërkimin e të vërtetës. Vëllezër të nderuar, Selman el-Farisiu ishte një djalosh nga Persia, nga zona e Isfahanit. Dhe baba I tij ishte kryetar I atij qytetit ku jetojshin ato dhe kishte pasuni të madhe, kishte baçe, kishte toka. Dhe kështu Selmani ishte djali I vetëm dhe më I dashtuni për babën e vet. Saqë dashunia e madhe që kishte baba ndaj tij e çonte që baba shpesh mi ngry në shtëpi, mi izolun nga njerëzit e tjerë, nga frika që njerëzit mos ta vojnë për vete apo nga frika që ai mos ta ndryshojnë fenë e tyre. Sepse
Baba i tij dhe ai ishin pra me xhusi, ishin nga ato që e adhurojnë zjarrin. Dhe baba i tij Selmanin e kishte bë pra nga ato kujdestar të zjarrit, me detyrë që ai gjithmonë u donte mu gjet pranë zjarrit që ai mos mu fik kurrë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë musliman. Ka njerëz që adhurojnë zjarrin, ka që adhurojnë diellin, ka që adhurojnë lopën dhe besime të ndryshme dhe besimi i tyre ishte adhurimi i zjarrit. Mirë po, fal Allahut subhanahu wa taala, ai zjarr që e shikonte Selmani mas mufik, falenderimi i takon Allahut nuk u dhes kur në zemrën e tij. Pra kur ai besim i babës vet nuk hyni në zemrën e tij. Mirë po vazhdimisht ishte në kërkim të vërtetës. Derisa një ditë baba i tij ishte i xanur me angazhime, e çoi pra djalin e vet që me shiku një ndër bashkët që ata i posedojshin në atë vend ku jetojshin. Dhe rrugës që duke shku, nin dalutje që po i bojshin dhe njerëz nga kisha. Dhe këti shumë i interesant kja gjatë dhe shkën kish dhe atje mahnitet nga ato lutjet e tyne dhe harron fare se ku ka çu baba i vet deri sa perëndon dili dhe pastaj kthehet në shtëpi. Dhe baba i thot, ku ki qenë? I thot, deri tash. Çfarë kem dëgju? Dhe ky i thot, kam dëgju dalutjet që i kanë bërë tan kish dhe mendoj i thot që feja atyne është shumë më mirë se feja jonë. Ndërkohë që baba vet kur analizon këtë gjë prej tij, nga frika që ky mos ndryshonte besimin, e lidhën djalin e vet. E lidhën djalin e vet në mënyrë që mos më mujt me shku kërkejt, e lidhën pranë shtëpi. Mirë po ky fshehu rrezik ishte kriju lidhje me ato të krishterët. Dhe kur ndëgjon se një ndër karvanat komunist për Siri, ky arritën me ik babës vet dhe shkon me karvana në Siri. Derisa atje arrit mu lidh pra mu njoftu me një peshkop, me një kryesorin e Priftringa. Dhe në fillim këti ju dukte ai peshkopi si njeri i mirë. Derisa e kuptoj që ai sadakën që e jepshin njerëzit me anop varfën vet, ai e monte për veti. Pasunin që njerëz ja jepshin në kontribut tek varfërit, ai e mbante për vetë dhe nuk ja jepte atyre. Siç bëhet edhe shumë në ditë të sotit nga udhëheqësat tonë, pra pasunia që është për popullin, mohet për veti. Dhe ky kur Selmani kur e merr vesh këtë gjë për peshkopin i kallëzën njerëzve që e kishin atë si udhëheqës, i kallëzën dhe i thot kështu, pasunin, sadakën që e nipni për njerëz që e marrin për veti. Dhe kur vinë ata me shiku, 7 arka me orë dhe argjend i gjin ka ky, që njerëz ja kanë nap sadak me anap varfën ve ky. Pra, kryesori i Priftrinëve i ka grumullu për veti. Dhe çka ata vendosin që këtë njeri pra mbi varr dhe me pru pra një peshkop tjetër. Kur e pru një tjetrin, Selmani lidhet shumë me të se ishte njeri i sinqert dhe njeri i drejtë. Lidhet Selmani me të dhe qëndron një kohë shumë gjatë. Mirë po atij ju afru vakti i vdekjes. Dhe Selmani gjithmonë në përdietar që shkonte ishin të moshumur. Dhe në fund jetës tyne ky i thonë të kum sugjeroni me shku mu tash që me kërkuan ditunin, me kërku të vërtetën. Dhe ky e drejton, i thot shkan Mosul. Mosul është një vend afër Irakut, shka i thot atje se atje kime gjithë vërtetën. Kur shkan atje në Mosul, pastaj vjen vakti edhe i dietari Mosulit me ndru jetë, ai e dërgon në Saibin, quhet një qytet në lindje të Turqisë. E pastaj edhe ai kur vjen vakti me ndru jetë, ky dërgohet në Murie, që sot është një provincë e Turqisë, nuk është më qytet, mirë po është vend arkeologjik, dhe kështu pra derisa mrin tek një peshkop i fundit, ku edhe ai ishte gati me ndru jetë dhe i thot kum sugjeron me shku mu tash. Dhe ai dhe në atë kohë pra njerëz e dijes, njerëz të vërtetës ishin paksu shumë. Dhe ky që i thot, unë i thot nuk di mua njeri me të propozu, pra njeri të tillë, mirë po thot, kam dëgju i thot, që ka ardhur koha e një pejgamberi. Ai ka me dalë thot në tokën e arabëve. Dhe do të shpërngullet në një vend me palma. Ai thot, ai pejgamber ka me t'i dhoni thot 3 shenja që kur ta shifsh tjetë kemi dallu a është ai njeri. Ai thot sadakën kur t'ja jepsh nuk kam i pranu për veti, mirë po kam e anap tjerë.
dhuratën thot kur t'ja jepsh ka mi marrë për veti, dhe në shpatullat e tia thot është shenja e pejgamberllykut. Dhe Selmani vëllezër të nderuar kur e dëgjoi këtë gjë, shiti gjithçka çka kishte dhe u nis drejt Arabisë. Por rrugës, duke shku në Arabi, u tradhtu dhe u xu skllav, pra nga një familje çifute. Dhe kështu ai përfundoi në Medinë duke qenë skllav i një familje çifute. Një ditë prej ditëve, ai dëgjoi pra që ishte një njeri duke bërë hijret në Medinë. Dhe dëgjon lajmet pra që është afër me mbrit në zonën e Medinës. Dhe Selmani kur e dëgjoi këtë, ju gëzu shpirti i tij, ju gëzu zemra, sepse i kishin thënë, pra i kishte thënë i fundit që ka më ardhur pra ai ka më qenë pejgamber, ai që ka më shpërngul në një vend me palmë. Dhe Selmani kur e merr vesh këtë gjatë që është ardhur për njeri, i shet gjithçka dhe niset merr pra një pjesë të ushqimit dhe niset drejt Medinës dhe ky donte tash me shku mi provuat njeri, a është ai me të vërtet pejgamber apo nuk është. Dhe Selmani arriti tek pejgamberi, aty ku kishte mbrit pejgamberi dhe qëndronte me shokët e vet. Arriti aty dhe ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e vendosi atë ushqimin që kishte marrë, e vendosi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha hani, i tha sepse ju jeni, kjo është sadaka, pra që e kam pru, kjo është sadaka ushqim dhe hani sepse ju jeni më meritor, dhe vendosi para pejgamberit. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtu me një anë, sepse ishte sadaka, e dhanë pra për tjera kanë pejgamberi se pramonte sadakan atë që është për varfën. Dhe pejgamberi e shtu me një anë dhe i tha sahabeve hani ju. Dhe kjo e kuptoi, kjo është shenja e parë që ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkoi ditën tjetër dhe e çoi pra një dhuratë tek pejgamberi që ishte prap ushqim. Dhe i tha, kjo i tha është dhuratë për ty është dhuratë për ty. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhuratën e pranoi. Morri vetë dhe i tha dhe sahabeve hani, i tha me bismillah. Dhe kjo tha është shenja e dytë që ky është pejgamberi i Allahut. Dhe kur u lumtoi për shenjën e tretë, pak më vonë pra një ditë në Bekije, quhet një vend, kur profeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po përcillte një kufon, Selmani u afru për mi përshëndet dhe shikonte në shpatullat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte se çfarë është duke kërkuar. Dhe pejgamberi e zbuloi shpatullën e tij në mënyrë që ky mi pa vulën e pejgamberisë që e kishte pejgamberi në mes shpatullave. Dhe ky kur e pa vulën e pejgamberisë ju kishin plotësuar të tre kushtet që ky është pejgamberi i Allahut. Dhe aty Sulejmani shpërthej në lot, pra me lot në zemër dhe në shpirt dhe ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke e përqafë dhe duke e pranu Islamin. Mirë po Selmani vëllezër të nderuar në atë kohë ishte ala skllav. Nga ajo familja çifute ishte ala skllav dhe nuk arriti me marr pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se muslimani është vllai muslimani, ai që hyn në Islam, musliman të ndihmojnë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe i afroi asaj familjes, i tha çfarë kërkoni në mënyrë që ta lironi Selmanin. Ato i kërkuan që me mbjell 300 palma, përafërsisht 300 palma të hulmës edhe një pjesë arit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhroi shokët e tij sahabët që mi ndihmu, madje edhe pejgamberi me dorën e vet mbjelli palmat e hulmës në mënyrë që ai të lirohet derisa Selmani u liru pra prej skllavërisë dhe u bë pra bashku me shoqëninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj Selmani mori pjesë në betejën e Hendekut, që ishte kryesori që e gjeti idenë pra që me qil Hendek. Dhe kështu pra kjo ideja e tij u zbatu dhe mori pjesë në gjitha betejat tjera së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky pra ishte momenti ku ishte pikthese për Selmanin radiallahu anhu, ku gjithë përpjekjet, udhëtimet dhe provat pra dhe vuajtjet ishin marrë atë kuptim. Kështu përfundoi vëllezër të nderuar udhëtimi i Selmanit
që humbi gjithçka që kishte, mirë po e fitoi. Pra humbi, mbanin me këtë humbi gjithçka që kishte, humbi babën e vet pra. Humbi pasurinë që kishte baba vet, me gjet atë që nuk humbën kurrë. E ai është Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe feja e vërtetë. Vëllezër të nderuar, çka mësojmë prej kësaj historie? E para është kërkimi i sinqertë i vërtetës. Allahu subhanahu wa taala, atë njeri që e kërkon vërtetën me sinqeritet, Allahu subhanahu wa taala ka me ja mundsu që atë mi kuptu dhe mi gjetë. Selmani nuk u knaq me trashëgimin fetare që e kishte nga baba i tij. Mirë po ai kërkoi argumente, kërkoi dritë, kërkoi kuptim, e kush e kërkon vërtetën për Allahun, Allahu i hap rrugën atij njerëz, sepse këtë thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, thot walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata thot Allahu që përpiqen për ne, për me kërku të vërtetën, ne thot Allahu subhanahu wa taala do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Këto vëllezër të nderuar ishin nga ato njerëzit që sakrifikun gjithçka për me kërku të vërtetën. Ndërsa ne sot e kemi të vërtetën në shtëpiat tona, kemi Kur'anin në shtëpiat tona, kemi ligjërata, kemi këshillime, kemi tubime dhe as kërkush pra nuk tregon interes për ta. Dietar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullahu ka udhëtu një muaj, edhe ato udhëtime s'kanë qenë me vetura as me aeroplane, por ka udhëtu një muaj në kam, në shkretir, vetëm që me ndëgju një hadith që është përcjell, një thënie që është përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një muaj ka udhëtu. Vetëm që me ndëgju diçka që është përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta vëllezër të nderuar, sakrifica është pra mesazhi sakrifica në rrugën e besimit. Nuk ka iman, nuk mundet me gjetë njeriu imanin apo besimin e vërtet pas sakrifiku në këtë jetë. Siç Selmani e sakrifikoi familjen, pasurinë, mirë po në fund të fundit ai fitoi Islamin dhe besimi i vërtet. Vëllezër të nderuar, mos harroni që besimi i vërtet kërkon çmim. Sot njerëzit duan iman, duan besim, mirë po pa lodhje. E Selmani na mëson se feja nuk është pra vetëm komoditet nëse e kërkon besimin e vërtet. Nga njëherë njeriu duhet me sakrifiku për fen epshet e tia, duhet me sakrifiku shikimet e tia, mas me shikun haram, duhet ka njerë edhe pse ishtë i lodhun me falë namazin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ka njerë e din ndoshta që ajo rrena që kam i bë, kam i nap avantazhen puna për shoqëri, mirë po nuk rren vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. E këto janë disa mini sakrifica që njeriu duhet me bën jetë me sakrifiku për fenë e tij. Shumë njerëz vëllezër të nderuar e njohin Allahun subhanahu. E din kush është Allahu. Mirë po nuk dojnë që njetë me pas kufin, me pas disa limite, mirë po dojnë me jetu me instiktin si jetën kafsha. Dhe prandaj pasi që nuk i dojnë këta kufizime, bëhen ateista kishe, nuk kajnë fe. E gjitha e din kush është e vërteta, mirë po disa njerëz nuk dojnë pra mi pranu për shkak se dojnë me jetu të lirë. Dojnë me gjithë shka me ju leju atyne, tamam sikur jeton edhe kafsha. E njeriu që me pas besimin e vërtet, duhet me sakrifiku disa gjana për hir të fesë, për hir të Allahut. E kam i pa që sa herë që ka me sakrifiku diçka, vetëm se ka me ju forcu imani besimi i tij. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka me shpërbly edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pika e tretë është mos u dorëzo edhe atëherë kur zhgënjehesh nga njerëzit e fesë. Selmani, si shta që ka i përshkopi i parë, i doli që ishte sadakan pra, nuk e jep të ke populli, por e mbante për vete. Po, mirë po kja, nuk e qoj Selmanin që ai me braktis fenë e ti. Me braktis atë kërkimin e zbërtetës, mirë po ai vazhdoj deri në fund, deri sa e gjetja. E shumë njerëz vëllezër të nderuar munden me thonë ditë të sotit që kur shkon filani në xhami, unë nuk shkej. Ose deri sa të shkelej filani në xhami, ka ma jeme, nuk ka me shkel. Mirë po vëllezër të nderuar,
na nuk marrim shembuj njerëzit. Na nuk i kemi shembuj as imam, se gjithë njerëzit janë me gabime. Gjithë njerëzit janë me gabime dhe njerëzit nuk janë feja. Islami, njerëzit gabojnë dhe janë me të meta, ndërsa Islami është fe e pastër dhe pa të meta. Andaj në shembullin më të mirë e kemi kënd dhe kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo shembulli më i mirë siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. E keni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shembullin më të mirë. Andaj gjithkush prej nesh në këtë botë s'ka nevojë as me shiku as imamin, nuk ka nevojë me shiku as njerëzit në pozitë e me famë me marr shembull prej tyre dhe pastaj kur ata bajnë një gabim, ky dëshpërohet dhe largohet. Dhe kjo e çon mu distancuar dhe nga feja. Pse? Sepse ka marrë shembull të gabuar. E prandaj njeriu duhet të marrë shembull kënd pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse ai ishte shembulli i moralit dhe shembulli i njeriu më të mirë që ka ecë në sipërfaqen e tokës. E katërta është se Allahu subhanahu wa taala gjithkund e udhëzon në momentin e duhur. Salmani u bë musliman pasi u dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në dukje, dikuj mund t'i duket se është bën me vonesë, mirë po, në realitet Allahu gjatë tana asaj kohe atë e ka përgatit për momentin kur ta takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pesta është dhe të nderuar se Islami është fe universale. Islami nuk është i një populli, mirë po është i gjithë njerëzimit. Bilali radiallahu anhu ishte pra etiopian. Selmani ishte persian. Suhejbi radiallahu anhu ishte romak. Mirë po gjithë ta ishin musliman. Prandaj tek Allahu subhanahu wa taala nuk e bën dallimin a jeti i bardh, i zi, i pasun apo i varfër, i fort apo i dobët. Mirë po ke Allahu ajo që bën dallimin, që na bën mu dallu mu prej teje, është vëzër të nderuar ajo siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri prej jush është ai që është më i devotshëm. Devotshmëria është ajo që e bën njeriu mu dallu tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e fundit mesazh dobi është vlera e diturisë dhe udhëzimit të saj. Njeriu vëzër të nderuar, një mësues i drejt mundet që në jetën tonë me ndryshu jetën. Çdo dietar që ishte i sinqert e afroi Selmanin më shumë të vërtetës derisa në fund, ai i fundit e afroi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të thotë kjo? Që gjithmonë këshilla, sepse feja është këshill. E dinun nasiha, feja është këshill. Dhe unë mundem me fol për 50 vite ndoshta, mirë po nuk mundem me ndiku tek ai shoku jot ose tek familja jote, ashtu si mundesh me ndiku ti këta. Sepse ti ke ndoshta një lidhje me ta, një afrimitet, një dashurinë me sysh dhe fjala jote ka më shumë ndikim. Andaj, secili prej nesh duhet gjithmonë me këshillu njëri tjetrin. Siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përcillni tha prej meje qoftë edhe një ajet. Sepse nuk dihet kur këshilla e kujt bën dobi. Dhe do ta mbylli me këtë. Njëherë pa tregu një hoç për me kallëzu që nuk dihet kur ati njeriu që i ke dhënë këshill nuk dihet kurse kur i nezet ajo llampa. Dhe thot një hoç tregon, një hoç pra nga mali i zi, më tregon dhe thot i kisha thot familjes, u merrshin pra me diskont. Ishin diskont pije, shto shitshin pije ndryshme, ndër tjera shitshin edhe alkohol. Dhe unë thot si hoç, gjatë ta jetës teme, u mundojsha thot që mi këshillu mos më marr me shitjen alkoholit. Pra unë thot si hoç, arrisha që tek xhamati, tek njerëz që nuk i njeh me ndiku, mirë po ke familja thot nuk arrita. Për vite të tëra thot gjithmonë i këshillojsha leni me alkoolin, mos u merrni me ta. Ndërsa nuk e rënë. Në fund thot, mas një kohë gjatë thot, erdhi thot një mik i tyni që ishte i krishterë, ishte katolik. Erdhi më nëj këta. Dhe nërmjet muhabetit thot, ai thot tyne, thot, se marrin thot ju jeni muslimani thot, dhe merreni me shitjen e alkoholit, e thot, a nuk e në leni thot feja ju, se unë e di që e në leni. Dhe thot, këta qysha dit thot, që i thot kë kështu, qysha dit thot ta, nuk shesin më alkohol. Unë thot si hoç,
gjatë ta nymrit kur shkojshin vizit ka ata, i thojshe leni alkoholin, vjen thot ai tjetri që është krishter, ai ja thot një fjalë thot dhe ai bëhet sebeb që ata thot milan alkohol. Andaj vëllezër të nderuam, këshilloni njëri tjetrin se kur në dihet se këshilla e ku i ban dobi. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej atyre që kërkojnë vërtetën dhe kanë durim në këtë rrugë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na japë durimin dhe kërkimin e Salman al-Farisiut dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmojë të rritemi në iman dhe të veprojmë atë me të cilën Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.